Kuba do të dorëzohet, por mendoj se çdo gjë do të shkojë në mënyrë paqësisht. Natyrisht që Trump kërkon ta konsideroj si fitore të tij, nuk është thjesht fitore të tij, ka kohë një blokadë madhe, sankcione të mëdha, me miliona kubanesë që janë larguar dhe nuk do të bëhet me veprime ushtarake. Qartë. Gjithmonë më shumë flitet për një reagim të mundshëm të Rusisë edhe Kinës. Ekspertët janë të ndarë, disa thonë do të luhet underground, ndoshta me ekonominë, me interesat financiare, disa të tjerë duke i qëndruar, le themi, në krah Iranit. Për ty do të përfshihen Rusia edhe Kina në këtë konflikt midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Izraelit edhe Iranit, apo kjo ka pak gjasa që të ndodhë? Aq sa ndikuan dhe reaguan duke ndihmuar Venezuelën, apo rastin e Panamas, kjo do të ngjasë dhe me Iranin. Si në rastin e Panamas, si në rastin e Venezuelës, Rusia dhe Kina nuk janë ndjerë. Kanë pranuar faktorin e ri në Shtëpinë e Bardhë dhe qasjen amerikane. Natyrisht që këto janë dy vendet që pësojnë më shumë nga kjo luftë apo operacion ushtarak i presidentit Trump, sepse Irani kishte një klient te Kina, marrëdhëniet me Kinën ulëzuan, kishte një klient dhe të Rusia mbas dronëve që dërgonte. Por me problemet që kanë këto dy ekonomi të mëdha, Rusia e lidhur me luftën në Ukrainë, nuk ka ndërhyrë fare, dhe ndryshimi i kësaj lufte, po i themi luftë, por në fakt është operacion ushtarak, është se në Iran as nuk hyn kush, as nuk del. Pra nuk mund ta ndihmojnë dot me armatime, siç ndodhi në Afganistan, siç ndodhi në Irak, siç ka ndodhur në luftën e Koreas apo luftën e Vietnamit. Këto dy fuqi kanë dalë nga ekuacioni. Qartë, ndërkohë që Kim Jong-un para 2 ditësh u shfaq kërcënues për SBA-n. Unë mbaj mend që edhe diktatori Hoxha gjithmonë thoshte që flotën e 6 amerikane e shkrim janë fjalime, monologje diktatorësh që nuk njohin realitetin, por që fatkeqësisht sundojnë mbi popujt e tyre. Të gjithë diktatorët janë të friksuar nga kjo që ndodhi në Iran. Vrasja e Khameneit tregon që çdo diktator mund të vritet. Dhe po të shikosh gardën kombëtare të Iranit, drejtuesit janë të fshehur nëpër bunker, kanë frikë nga telefonet e tyre celular se kush do të jetë rradh. Janë vrarë me qindra, por duhet të thënë që për 25 vite Irani ka qenë suksesshëm në ndërtimit të një sistemi burokratik, aleancash, madje shiit duke lidhur aleanca dhe me Suni, me Katarin, por duke pasur Rusin në vetë edhe Kinën. Por me njëherë gabimi që bëri në 9 tetor me vrasjet e Hamasit ka filluar që fortesat e tyre të bien. Deri ku do të shkojë rënja, askush nuk e di. Qartë, zoti Baba. Që Amerika... Po, përmbyllë, i lutem. Amerika nuk do të hyjë me trupa. Po, Irani kishte dy synime. Donte ta ndërkombëtarizonte krizën, duke çuar në vende të fqinj, dhe kërkonte, Irani vetë donte që Amerika të hynte me trupa toksore. Sepse një vend me 95 milion vet, ku ka një ushtri 600.000 vet, gardën kombëtare, në qoftë se do të kishim 60 amerikan, 50 amerikan vrarë çdo ditë, kjo ishte një humbje për Trump. Deri tani nuk ka funksionuar. Trump nuk ka rënë te kjo grack, mjaftohet siç ndodhi me Venezuelën që shkaktoi kokën, siç ndodhi me Panaman që largoi kinezët, edhe këtu largoi Khamenein. Aq sa vetë iranianët kanë frikë të vendosin se kush do të jetë pasuesi. Ka ardhur koha që mullahët duhet shkojnë në xhami. Nuk mund të merren më me politikë. Sulmet amerikane janë të frikshme, kosto mund të shkojë 100 miliardë deri në 200 miliardë me dëmet në ekonomi, por deri tani fuqia amerikane ka bërë që numri i raketave që dërgohen nga iranianët ka rënë shumë dhe duket që sistemi është dëmtuar në mënyrë shumë të madhe. Zoti Baba, çfarë po ndodh në politikën e brendshme të Shtetet Bashkuara të Amerikës? Në Kongres ka pasur, le të themi, qëndres për të mos e vijuar operacionin ushtarak, siç e thatë ju. Do you want to know where to invest $1,000 right now?
Goldman Sachs says that Elon Musk's new AI breakthrough could trigger an unprecedented market opportunity. NVIDIA CEO Jensen Huang says what Elon and his team has achieved is singular. It's never been done before. And White House AI and crypto czar David Sachs says Elon is scaling this technology. But if you want to claim a stake in this Urvatën, por Senati nuk votoi. Pra nuk mund t'ja heqim pushtetin e luftës presidentit. Ka kohë që Kongresi ja ka dhënë këtë power presidentit amerikan. Ndryshimi është që Trump nuk është si presidentët e tjerë. Për shembull, Bush shkoi dhe në OKB, shkoi përpara Kongresit, mori 7 sa vota, ndërtoi një case. Trump, mbase u detyrua të hynte në këtë konflikt, ka përplasje me disë deklaratave të Rubios, të Trump dhe të Hexet, del që ka pasur një përplasje me disë Hexet dhe Rubios. Hexet është që të futën trupa ushtarake, Rubio jo. Mbas asaj që ndodhi dje me sekretarin e Homeland Security, unë mendoj se e tham dhe herën e fundit që do ta shkarkoj, do të ketë ndaj Patelit, po dhe vetë Hexet do ta humbas vendin e punës duke u joshur të kandidoj për një guvernator. Noem doli nga ekuacioni e 2028-s, Rubio mbetet. Dje në takimin me Messin, me futbollistët, Trump i ka bërë një kompliment madh që Rubio do të hyjë në histori si sekretari i shtetit më i mirë. Faktikisht, sekretar shteti real është Witkoff. Rubio nuk është pyetur në asnjë nga marrëveshjet e bisedat e mëdha, por ka 2 kapele, këshilltari i sigurisë kombëtare dhe sekretari i shtetit. Është vështirë që të përfundosh një post sekretari departamentesh për 4 vjet. Herën e parë Trump pati turnover shumë të madh. Cilat janë deklaratat e fundit përsa i përket kozjatjes të operacionit ushtarak, zoti Papa? Jemi sërish në 4 deri në 5 javë apo nuk besoj sepse ka kosto të madhe. Sot çmimi i benzinës është rritur, është më çmim më i lartë se sa dita e parë kur Trump hyri në Shtëpinë e Bardhë. Këta nuk durojnë dot as republikanët as demokratët. Shefja e kabinetit Wiles ka marrë në telefon dhe ju ka bërtitur duke thritur thuajse të gjithë sekretarët e departamenteve të gjejmë një mënyrë që të largohemi nga kjo. Është mes mandat, do të ishte një harakiri për zotin Trump. Ideja që të CIA po armatos kurdët i jep një tjetër pamje që mund të mbahet e ngacmuar Irani, nuk besoj se do të shkojmë shumë se 2 javë. Sepse aviacioni i Iranit thuajse nuk ekziston më. Marina ushtarake shkatruar. Raketat nuk po rriten me numër hedhjesh, kanë goditur vetëm 500 raketa, thuhet se kanë 2500, 12 raketa në muaj mund të prodhojnë, dhe ata thonë që raketat i kanë në sisteme bunkerësh nëntoksor. Amerikanët këto bunkerë kanë sulmuar. Dhe janë mbi 2000 bombardime, janë hedhur municione të rënda, tani në ditët që vijnë do të jenë me municione me kosto më të pakës, siç thuhet. Ka një problem që nga ana e leadershipit politik, Pentagoni është konfuz me Hexet, që nuk ka kapacitet si Mattis apo Pompeo, por generalët janë brillant në operacionin ushtarak, duke treguar edhe një herë që Amerika mbetet superfuqia vetme, janë përdorur shumë inteligjenca artificiale edhe në këtë operacion, madje është ajo kompani të cilën Hexet ka deklaruar se e ka hequr, në fakt ata funksionojnë. Dhe kanë bërë në mënyrë mjeshtrore, dronët e prodhuar nga Irani kanë kaluar në një stad të ri nga Pentagoni, sepse janë element të këtij operacioni me kosto më të ulët. Shumë interesante. A ka një plan, zoti Papa, SBA-t për Iranin e pas operacionit ushtarak? Trump del ndryshëm nga këta, do të kenë ndryshim regjimi, thotë. E kam si synim. Është kundërshtuar nga Hexet edhe nga Rubio. Ndryshimi i regjimit nuk mund të kryhet pa forca ushtarake në tokë. Trump nuk do të bjerë në atë gabim që ndodhi në Irak, në Afganistan, por i takon vetë popullit pers të marrë në dorë të ardhmen e tij. Nuk është e lehtë.
është një sistem burokratik i ndërtuar në mënyrë mjeshtrore për 25 vjet. Janë njerëz që kanë besim fetar që janë të gatshëm të vdesin për atë regjim. Nuk janë të gjithë, se kundërshtia është e madhe. Shumica nuk e do, por ka një ushtri si thash me 600.000, garda kombëtare shkon 1.600.000, pra do të jetë shumë e përgjakshme. Nuk mund ngjas si ndodhi me Shraun që u largua dhe erdhi dikush tjetër. Por çdo gjë mund ndodh sepse sistemi ajatollat janë më të dëmtuar se kur. A mund ngrihen? Ata kanë treguar që janë popull trim dhe që ngrihen, kanë probleme. 51% janë pers, 25% janë Azerbajxhanas, 12% janë kurd. Pra mund të ketë që të ndodhë si rasti i Libisë. Problemi është që nuk ka funksionuar, nuk po e bllokojnë dot trafikun e naftës siç synonin. Dhe bota arabe, të jemi real, nuk është me ata. Trump nuk ka pasur bisedime me NATO, me BE-n, sepse i përbuz, nuk fajtë në OKB, por ka me vete Kanada, në Gjermaninë, kjo i mjafton. Natyrisht që e pranë të presin, Macroni me company. Në qoftë se shikojnë se doni është fitimtar, do të sulen gjithë për të marrë pjesë të naftës. Por me Trumpi nuk është e lehtë. Qartë. Doja një analistën për takimin midis kancelarit Merce dhe Donald Trump para disa ditësh, ku presidenti i SBA-ve nuk nguroi që madje edhe t'i kritikonte, t'i shante në thojza hapur Britaninë edhe Spanjën. Pse takohet në këtë moment të rëndësishëm me kancelarin Merce, çfarë u vendos në këtë takim? Merce ishte i pari që e mbështeti. Ndaja i ftoi për të treguar tjerëve që tani preferuari im në Europë është Merce. Për mua është një fat që të jetë Merce, vend serioz, ndërsa Anglia ka probleme të brendshme, e majt qeveria siç është në Spanjë, Meloni s'ka fuqi, Erdoğani vallëzon, Trump nuk ka nevojë për ta. Ishte një veprim që këtu ka akuzat të mëdha që Izraeli futi në Grazk. Dhe në fakt Khamenei e vran izraelitët, nuk e vran amerikanët. Por Trump nuk mund të lejonte që me rritët i Netanyahu vetë nuk mund të kryej dot një operacion të gjatë. Natyrisht që tu media është e lirë, ka ide të shumta, por disa nga ata njerëz që kanë qenë shërbëtorë propagandës Trump kanë dalë hapta, Tucker Carlson, Megyn Kelly, që ne nga një vend 9 milion po kontrollohemi nga Izraeli, nuk duhet ndodh tek kështu. Faktikisht, çdo president amerikan, me përjashtim të Kennedy-t, me Izraelin ka pasur aleancë të përjetshme, duke parë si një lidhje të përhershme. Natyrisht që Netanyahu është njëri që për mendimin tim është kriminal luftë me atë që ka ndodhur në Gaza dhe nuk mund të ketë paqe në atë vend edhe sikur të përmbyset regjimi i ajatollave, në qoftë se nuk zgjidhet çështja e Palestinës. Po mirë, në gjykimin tënd sa qëndron fakti se Benjamin Netanyahu ushtron presion, i madh apo i vogël mbetet për tu parë kundrejt SBA-ve dhe Donald Trump? Ekziston kjo? Ka baza? Ka baza sepse ai kanë politikë që 97. Është në betejën e jetës së tij, është për burg, për korrupsion. Ka mandat arresti ndërkombëtar. Dhe vetë një mënyrë që trim pushtet është të sillet si Putini në Rusi përmes luftës, kërcënimeve për jetën, unë jam shpëtimtar i madh. Kjo është rruga e tij. Netanyahu nuk del dot. Tani Trump donte ta çonte më tej atë që ndodhi në 12 qershor, 6 muaj më parë, kur i kanë dhënë një dëmtim të madh atyre tuneleve ku mund të prodhosh uranium dhe ndodh. Nuk ka pasur planifikim lufte siç ka pasur më parë. Ky është fakt. Nuk ka shkuar në Kongres Trump, nuk ka shkuar në Senat. Por ka një forcë të madhe që as në Kongres, as në Senat nuk e kundërshtojnë. Por duke qenë mes mandat, do të ketë kostot. Në qoftë se arrihet, në qoftë se me if, që të përmbyset regjimi, Trump hyn në histori. Në qoftë se dështon, përsëri do të hyn në histori, por si dështues. Natyrisht i ka marrë të gjitha përsi për vetë. Pra, Izraeli, Netanyahu ushtron presion ndaj SBA-ve dhe Donald Trump. Se në çfarë pastaj ha debat, Gjithmonë, Izraeli ka ushtruar presion mbi këtë. Nga APEC-u janë miliona dollar. Izraeli merr ndihma të mëdha me miliarda dollar nga Amerika. Thuaj sikur është shteti 51, por ky është fakt. Nuk e ndryshon dot askush. Edhe nëse demokratët do të vinë pushtet, Biden kërkoi që të shkatërrohet
të hikte nga pushteti Netanyahu. Këtë ndodhi me demokrat. Kam diçka tjetër. Në qoftë se Irani është fuqizuar, vjen sepse Barack Obama vendosi që $400 milion të ngrira nga llogaritë e Iranit t'ju jepte cash, shoqëruar me interese $1.3 miliard, cash $1.7 miliard. Nuk mbaroi këtu. $100 miliard frozen accounts në botë, ndaj ato llaut ishin shumë të fuqishëm dhe mund të mbeteshin në rrezik. Ne do të kemi një gjë që çdo njeri që çmon lirin do të jetë gëzuar me këtë që po ndodh. Po largohet një sistem diktatorial kërcënim për të gjithë. Ky është fakt. Nuk mund të lejoheshin që të kishin një armë bërthamore, njerëz që drejtohen nga mullahët që kërkojnë zhdukjen e Izraelit dhe Death to America. Qartë. Trumpi ishte i vetmi nga 8 president që ndronte ta bënte këtë, sepse Trump është Trump, impulsiv, nuk është lehtë të marrësh vendime të tilla. Trump e mori. Padyshim. Zoti Papa, ju jetoni dhe punoni në SBA, por jeni shumë i vëmendshëm ndaj zhvillimeve politike në Shqipëri dhe në Kosovë. Te kjo e fundit kemi duket sërish në gërç politik. Do të shkojmë drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme, debati edhe retorikat në distancë janë sërish midis Kurtit edhe Osmanit. Osmani ka shpallur dekretin për zgjedhje të reja. Kurti thotë nuk janë ezauruar 3 raunde siç planifikon kushtetuta në parlament, kemi ezauruar vetëm 1 ditën e mbrëmshme, na duhet pak kohë, nuk kemi pse të nxitohemi. Osmani thot klasë e papërgjegjshme politike, njerëz të rrezikshëm kundër vendit. Çfarë po luhet në gjykimin tënd? Why are these auto insurance ads lying to you? I'm a car insurance agent and I've been in this industry long enough to call out the nonsense. These ads that Kurti është i votuar. Dhe fituesi nuk gjykohet. Në këtë rast them se Kurti ka drejt. Osmani nuk është i votuar si Kurti. Osmani gaboi me flirtimin me Ramën, e lejoi që Rama ta përdorte tek Bordi i Paqes. Ky është çmimi. Dhe do ishte mirë që të gjej një mirëkuptim gjykata kushtetuese mund ta hedhë. Problemi është tek sistemi. Siç e kishim dikur ne që përfundoi Majsiu një askush president. Për mendimin tim ne duhet kemi një republikë mbase si në Amerikë dhe në Francë, që presidenti zgjidhet direkt. Ose të shkosh tek ajo që bëri Rama për zgjedhur Begaj pas një problem. Nuk mund të mbaj peng një figurë që nuk ka pushtet real, dikë që fiton me votë. Aq më tepër në këto çaste, mendoj unë, gabimi dhe akuza shkon te Osmani. Në këtë krizë të madhe, në këtë luftë me Iranin, në këtë kohë që Serbia ka filluar të gjallërohet, kur Vučić dhe Rama kanë bërë të turpin e madh që i kanë dërguar një letër në një gazetë gjermane për të hyrë në Bashkimin Evropian pas një kusht. Pas një kusht, kushti i europianëve BE-ja ka qenë që Serbia të njifte Kosovën dhe Rama del që të hiqi ky kusht, ndërkohë që hiqej si nacionalist i madh tek Bordi i Paqes. Mendoj se gjykata kushtetuese mund ta kthejë. Osmani mund të mbesë në politikë. Mund ta provojnë, por prap është sistemi zgjedhor që në Kosovë janë më mirë se në Shqipëri. Të paktën zgjedhjet nuk vjedhen. Dhe Kurti e ka treguar që fiton. Kosto është e madhe, pse duhet të shkosh prapë në zgjedhje? Pra ka sisteme që bllokojnë sistemin. Kjo duhet hequr. Është vetëm kokëforci e klasës politike apo ka diçka më shumë se kaq? Tani kokëforci është, por gjithmonë ka më shumë, është një ego e madhe në këtë rast. E Osmani ka shpal, nuk duhet të nxitonte kaq shpejt. Jo, flas për procesin e negociatave, zoti Papa. Për procesin e negociatave midis subjekteve politike. Është e vështirë pra sepse sistemi është i çuditshëm në Kosovë. Sa serb hyn pa vota fare. Po të kishte një sistem si në Greqi, që me premium, Kurti ishte mbret. Duhet zgjidhur sistemi zgjidh çdo gjë. O majoritar, domethënë është një kryeminist që vetë fiton dhe prapë është i dobët, nuk ka kuptim. Por problemi është që në sytë e perëndimorëve, fatkeqësisht, Kosova ngjason me Shqipërinë, duke treguar që ne nuk jemi të aftë bëjmë shtet serioz. Kur është çasti për çështjen kombëtare, për të qenë pro-amerikan, pro-perëndimor, të merresh me vogëlsira, me emra, fatkeqësisht edhe parlamenti
i Kosovës po përngjan me nivelin shumë të ulët parlamentit Shqipërisë. Unë Shqipëri e kuptoj pse është kaq i ulët niveli, sepse listat janë mbyllura. Sot pash në media fytyrat e 4 ministrave të Ramës, nuk njoh asnjë. Unë që e ndjek politikën, vetë socialistët, këtu ka rritur. Duhet Republikë e Re në Shqipëri, kushtetutë e re edhe në Kosovë, që të mos ketë ndërshë të tilla. Kush fiton, s'ket drejt vazhdoj me mandat. Qartë. Zoti Papa, faleminderit. Përshëndes nga Tirana. Shërbutemi, për të fare pak. Rikthehemi. This is the most anticipated smart security camera of the year. No internet connection needed. No wiring or complicated installation. And best of all, it's completely free to use for life. With your dead Kudo në Shqipëri. Kudo në Shqipëri.